Edhe që më kanë thënë ta njetën që unë nuk mund të ja dalë, po pra, ja ku jam. Unë jam Urma Menekshë dhe kjo është historia ime. Urma has been teaching the Romani language at school for 3 years. We showed her some things people often say about Roma people and asked her to comment. Nuk është e vërtet që Romët nuk janë inteligjencë. Na e kena vërtetu këto me shekuj duke ruajtur një gjuhën tonë rome në një vend të huaj. Numri i komunitetit rom është rritur duke arsimuar dhe u shkolluar në vende të ndryshme, po ashtu edhe në Ballkan. Nuk është e vërtet as pak, sepse komuniteti rom është shumë punëtor duke parashikuar që është i aftë me punu 2-3 punë më shumë për me i tregu rëndësinë e punës edhe për komuniteteve tjera. Normal që kom pas edhe unë disa diskriminime ose stereotipe, sepse ne jemi në një rreth që nuk e njohin shumë komunitetin rom dhe e paragjykojnë. Diskriminimi në Kosovë mund të jetë qështu. Është normal që nuk përfshihet shumë në lojrat me ata, mirë po e kemi edhe disa fjalë ofenduese, o ti je qasaj lagjës ose ti je qati komunitetit edhe largohen ose distancohen nga ty. Mirë po, e kom pas edhe disa shoqni që janë konë shumë afër me mua të komuniteteve shumic dhe kjo bazë është sipas stereotipeve ose që kanë kuptu komunitetin rom. Romani is Urma's mother tongue. Starting school in a second language was challenging, but Urma's parents wanted her to have a good education. Shumë veta në moshën e asajna, edhe si familje, se Urma kanë folë se gjithë Urma ka me lishu shkollën, së konë aftë për shkollë. Po ne e kemi shty për shkollimin asajna të bëhet dishka si që tash që është. Urma now teaches at the school she herself attended as a pupil. Her former teacher is now her colleague. She teaches children between the ages of 8 and 13. Although these classes are optional, they are crucial for the self-esteem of Romani children. The main reason why Romani children drop out of education is poverty. However, this number has decreased in recent years. But Urma isn't only a teacher. She's also a well-known Romani activist. Urma was just 6 years of age when she first performed in a Romani theatre production, feeding her love of the Romani language. As an adult, she set up the very first Roma library in Kosovo. Intelektualet rom ose jo vetëm rom kanë thonë që kjo ideja ishte imja ose ky ishte ëndra imja e cila ku menu me vite të tëra me realizu dhe po m'vjen mirë që njëri nga gjeneratat e ju e keni realizu. The Roma community is the smallest minority in Kosovo. Most Roma in Kosovo live in Prizren. But despite the small size of the community, the Romani language has a long tradition in the city. This is why the municipality of Prizren recognized Romani as an official language in 2022. Urma's father was her biggest inspiration. He was also the first Romani language teacher in Prizren and one of the founders of the Roma theatre in the Balkans. It was his plays that Urma brought to life on stage. Ai e ka kep gjuhën rome në trupin ton të fëmijëve vet, për mos me asimilu fëmijët, po edhe me kultivu me qëtë gjuhë, të mos praktisin edhe të punoj me gjuhën rome. Ai më kanë zgjidhur duke thonë mu, unë një ditë do të mbaroj punën time këtu, dhe ti mbas meje do të marrish profesionin tim. Urmën me të vërtetë është bërë njëri prej personaliteteve femra gra, ose si një vajzë e re më e njohur në Kosovë, duke u bërë edhe mësuesja e parë në historinë e komunitetit rom si mësimdhënëse e gjuhës rome, edhe nga ana tjetër si krijuese vetme e parë e bibliotekës së komunitetit rom në gjuhën rome që nuk i kemi pasur këto asete më herët, andaj jam shumë krenar me Urmën motrën time.
Only 18% of women in Kosovo work outside the home. Urma is one of them. Si në çdo familje, në familje rome, kanë pritshmëri që vajzat mu martu më herët. Edhe familja jeme ka pas pritshmëri shumë. Për me I kriju familjen e vetë vajzat, ose me pas shtëpinë e vetë të saktune, që thonë shtëpia jote është e buri. Mirë po, unë mendoj që e kom thyr qëta barierat, e kom kriju vetë një standardin tim të jetës time, kom kriju karrierën time, mund të them, jonë për mi kam të mia. As a child, Urma dreamed of becoming a police officer or lawyer. Today, she's happy with the choices she made. Mora mesazhi bash e neve generaciengët, e neve qavorengë si to të garavgjo dhe romani qip, të vakargjo dhe romani qip, të gjanën ka jo lengo barvalipe si to romani qip.